unë të hy në meritën e ndonjë çështje, përsa kohë çështja është në gjykim, atëhere, hajde, mund ta diskutojmë, po kur unë ngre zërin se më vjen turp, pasi lexoj raportin alarmant të Këshillit të Evropës për nivelin skandalos të paraburgimeve të burgosurve pa gjyq në Shqipëri, dhe nga ana tjetër këshillat në fjalë nuk bëjnë asgjë për ta trajtuar atë raport me seriozitetin maksimal dhe për ta shtruar këtë problem minimalisht me të njëjtin alarm që e shtrojnë disa të huaj atje në Strasburg. Përkundrazi, e vetmja gjë që i bën të ndjehen se ekzistojnë janë deklaratat për mua, atëherë kjo është për të vënë duart në kokë. Po halli i vërtet tu është se po bëhen casi shumë këto arsyet për të vënë duart në kokë. Se fjala vjen, deklaratat e prishje gjumit të këshillave janë lule para atij çarçafit që nxori e shoqata rrogarritse e gjykatësve. Një fletrufe e vërtet, të cilën do ta kishte lexuar jo vetëm me ton dramatik, po me bindet plot politike, edhe vetë heroina e telenovelës Rruga e Shpresës, Albana Bulku. Ndërkohë që unë vura alarmin si kryeministri i Shqipërisë për gropën që shoqata në fjalë donte të hapte në buxhetin e shtetit duke i rritur rrogat vetes me gjyq dhe pa drejtësisht. Dhe halli i halleve pastaj është se duart ne këtu nuk i kemi për t'i vënë kokë, po për të hapur rrugën e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian me një shumicë parlamentare prej 83 deputetësh që po e përsëris që ta dëgjojnë gjithë se ndoshta nuk e kanë mirë parasysh. Dhe këtë shumicë ky popull na ka vënë dispozicion që të përveshim mëngët dhe të mos ndalemi, duke na hequr dhe çdo lloj alibie të mundshme për çdo lloj vendnumëroje. Prandaj ka shumë rëndësi që njerëzit e sistemit të drejtësisë jo vetëm ta kryejnë punën e tyre të patrazuar, gjë për të cilën mbështetja jonë s'ka munguar dhe s'do mungoj asnjëherë, të paktën derisa unë t'jam këtu në krye të kësaj shumice, por edhe të përpiqen t'i marrin shqetësimet e shprehura publikisht nga ana ime si shqetësime në interes të shtetit, jo të pushtetit që ne përfaqësojmë. Them nga ana ime, pasi pakti ynë i brendshëm këtu, në këtë grup, është që askush nuk duhet merret me gafat dhe lajthitet e drejtësisë së re, sepse pikërisht qëllimi ynë si forca udhëheqëse e reformës në drejtësi nuk është të bëjmë presion, po të kërkojmë mirë kuptim për gjërat që nuk shkojnë, apo ende më keq që shkojnë aq keq sa e dëmtojnë kauzën e përbashkët për shtetin ligjor demokratik të shqiptarëve. Fola më lart për lajthitjet pa justifikueshme, po dhe të panevojshme. Të panevojshme totalisht, sepse askush nuk ka ngritur dhe nuk do të ngrejë në emër të kësaj shumice qeverisëse asnjë pretendim që pengon hetimet nga ana e prokurorive për çdo qoftë. Edhe pse kjo alibia e pengimit të hetimeve ka arritur në kulme të një absurditeti që do të ishte për të qeshur, po të ishte skeç i vitit ri, po është për të qarë, për të vënë kujën, për të vënë ulërimën, kur paketohet si kërkesë për arrest, me ca argumenta që i thon logjikës mbyllë gojën se të futa brenda. Cila është nevoja? Çfarë justifikon? Një kuturisje të marrë për të bërë 40 kontrolle banesash në ditën e vigjiljes së vitit ri,
për një çështje të regjistruar para 5 vjetësh, jo vetëm duke i trajtuar punonjësit administratës, si të ishin ndonjë organizatë kriminale, për të mbledhur e tëra njëkohësisht në burg, po dhe duke përcjell në tërë tenxherët e Shqipërisë haberin që s'ka asgjë të gëzueshme për një ditë thuajse të shenjtë në mbar globin, ku tërë bota arrin shtëpi me familje dhe me fëmijët. Shteti ligjor nuk është shtet policor, dhe rendi ligjor demokratik nuk është rend antinjerëzor, as për kriminalët më të mëdhenj, jo më për punonjësit e administratës publike, e cila është kapitali i vyer njerëzor i një shteti. Dhe jo më kot në shtyllat themelore të procesit të negociatave, krahas forcimit të drejtësisë, është dhe forcimi i administratës publike. Drejtësia dhe administrata publike nuk janë në dy barikada përballë njëra tjetrës. Po si mund të forcohet administrata publike nëse çdo punonjës i saj prezumohet i fajshëm dhe trajtohet si i tillë, duke i shkuar në banesë për kontroll ditën e fundit të vitit, apo deri duke thirrur në prokurori për t'i kërkuar të pranojë faje që nuk i ka bërë, me presion, ai është presion. Sepse duhet i inkriminuar me patjetër dikush tjetër. A thua se njerëzit janë statistika dhe lëkura e tyre është asfalt që duhet shtruar për të kryer planin 3 mujor të prokurorive. Po ç'është ky hall që thirren njerëzit nga puna me tufa në orar të punës? Dhe mbahen atje me orë të tëra pa pyetur një herë, more, keni ndonjë punë ju? Keni ndonjë mbledhje ju? Keni ndonjë afat ju? Se për të njëjtin shtet punojmë? Dhe thirren dhe deri kur në fakt duhet jenë në krye detyrës në fronte emergjencash natyrore. A thua se në këtë vend vetëm prokurorët punojnë për shtetin, ndërsa të tjerët punojnë vetëm për planin e hetimeve të arrestimeve të prokurorëve. E kam thënë dhe herë tjera. Dua ta përsëris. Unë personalisht kam pasur shumë rezerva për administratën tonë publike dhe kam qenë edhe unë vetë viktim e të njëjtit perceptim që për shembull është për spitalet. Sipas cilit në spitalet tona të lënë të vdesësh, po nuk dhe lek. Po perceptim për spitalet e kam rrëzuar sepse i kam vizituar vetë, i kam parë vetë të gjitha transformimet që kemi bërë dhe i kam dëgjuar vetë njerëzit, jo me kamera, pa kamera. Ndërsa këtë perceptim për administratën e kisha dhe unë goxha të rezervuar për të thënë me fjalë të buta. Mirë po, dhe kaq të rezervuar e kisha se janë dëshmitar të gjithë kolegët që kanë qenë së bashku me mua në atë periudhë në qeveri, kur thosha mirë më mirë do t'i hapim negociatën. Po kur t'i hapim ç'do bëjmë? Si do përballojmë ne me këtë administratë? Ata peshkaqenët atje që janë të rrahur në të gjitha llojet e dallgëve dhe që kanë negociuar me vende shumë më të mëdha se sa ne. Dhe u deshën pikërisht muajt e procesit screening përpara fillimit zyrtar e uljes në tryezë për negociatat, që unë të filloja të shikoja tek administrata jo problemin, po zgjidhjen e shumë problemeve. Përtej faktit që dhe administrata, si çdo pjesë tjetër e shoqërisë sonë, ka problemet e veta, ka dhe individët
e padenj. Dhe kur fillova të dëgjoj nga kryeministri i Hollandës, krejt jashtë kontekstit në një takim ndërkombëtar, Edi dëgjoj fjalë të jashtëzakonshme për skuadrën tuaj negociatore. Bravo. Nga kryeministri e Danimarkës, Edi, Ministri i Jashtëm më thotë që skuadra juaj negociatore po i zhgënjen të gjithë në kuptimin pozitiv, sepse pristin diçka tjetër. Dhe pastaj kur i takova vetë, 1000 vetë, jo 1 e 2, se ne kemi drejtues të shkëlqyer të procesit, po procesi ka 1000 vetë. Tani, kur mendoj për ata 1000 vetë, e konsideroj të tmerrshme që në shpirtin e tyre të ketë frikë, frika irracionale se po na vinë kot, pa lidhje.